Në kuadër të vizitës së tij në Rom, kryeministri shqiptar Edi Rama mori pjesë në mbledhjen e parë të përbashkët mes qeverisë shqiptare dhe asaj italiane, një takim historik që synon forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Ceremonia fillestare pritjes u zhvillua në prani të kryeministres Giorgia Meloni dhe antar të dy kabineteve, ku Rama dhe Meloni theksuan marrëdhëniet miqësore dhe nevojën për bashkëpunim të ngushtë në fusha strategjike. Seanca plenare e mbledhjes që zgjati rreth një orë dhe shërbeu si forum për diskutime mbi projekte dypalshe dhe përparësitë e përbashkëta. Në fokus ishin bashkëpunimi në shëndetësi, përfshirë përmirësimin e kujdesit neonatal dhe maternal, energji, mjedis, siguri, arsim dhe inovacion. Po ashtu adresuan edhe sfida në sigurinë kibernetike me nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi mes ministrive të jashtme të dy vendeve. Bashkëpunimi në mbrojtjen civile parashikon projekte për trajtim, pajisje dhe mbështetje teknike, ndërsa fusha ushtarake përfshiu marrëveshje për transferimin e mjeteve detare dhe bashkëpunimin mes kompanive italiane Leonardo dhe Fincantieri me partner shqiptar. Po ashtu nënshkrua një memorandum i mirëkuptimit në luftën kundër trafikut të drogës mes institucioneve të punëve të brendshme. Në total, gjatë takimit u nënshkruan 16 dokumente që mbulojnë fusha të ndryshme të bashkëpunimit, duke forcuar marrëdhëniet bilaterale dhe duke theksuar rëndësinë e koordinimit mes dy qeverive për çështje strategjike për të ardhmen e rajonit dhe integrimin evropian të Shqipërisë.